goca, bravo. Atëherë, jeni kurreshtar se dikush më shkroi gjatë kohës publicitetit që aminon një dola do e themi të gjithë. Mo shqiptar. Atëherë, Aq pjella nxjerr nga njerë ky vend, domethënë nuk di. Ky vend nxjerr pjella. Që ti presim drut shkurt, ë? Historia është kjo. Sot flasim për jetën e një zonje që tashmë, më thënë për smundjen e një zonje për shkak se ai ka ndruar jetë. Kancer në zorën e trash. Dhe gjatë këtij momenti kur ishte gjallë ndjera, familjarët kërkonin me insistim dikë që ta nxirnin jashtë për kurim, në pamundësi ekonomike, patjetër. Se kjo është dhe me lytë meqa, që në të vënd duhet gjesh mikë Ministri Shëndetësisë, ku diun çfarë tjetër që ma nxirë jashtë. Pra shteti akoma tek ne nuk ka një fond bindshëm për shumë smundi që nuk i kuron dot tu, që ti çoj jashtë. Duhet me gjetë mik, stërmik, deputeta, ministra, zëvendësministra, drejtora policie, shefa komisariatit. Ore shqyqyr që hapin shqiptarët GoFundMe, që të shkoj dikur se për shtetin. Patjetër. Pra, duke kërkuar këtë njeri që ta lidhe me Ministrinë e Shëndetësisë, që ta çonin jashtë shtetit për kurim, doli në skenë Odeta Hoxha. E ty. Kjo punë tha, ka marrë fund. Patjetër që po. Vetëm se, kuptohemi, që para se të marri fund, që të merrni 100 milion lekë për ta dërguar jashtë, gjatë kësaj kohe smundja agravohesh. Duhet për notoni. Duhet për të përshpjetuar gjërat, për të folur me ministrin aktuale, atëri që ishte edhe këtë aktuale, apo me një shef drejtorie, kështu drejtor drejtorie, një shef, një protokoll, një gjë, duheshin ca para. Që ti bish shkurtër lumiku që të mos ju acaroj më shumë si që dhe unë jam vetë në të momente, e gjithë kjo shuma që duheshe, ose që është marrë me dokumenta e gjitha, është vetëm 35.000 euro. 35.000 euro janë të shkretat. Që ja ka marrë këtyre familjarëve në ditët më të vështira të jetës tyre. Absolutisht. Ndjera për shkak të smundjes së agravuar nuk ka rritit dot të ikte jashtë, sepse nuk kishte besed, nuk kishte kur një bisedë me Ministrinë e Shëndetësisë duke parë zhvillimin e historisë që do shikoni dhe ju, por i mori pra Odeta Hoxha 35.000 euro në pikën që tha gjendin më të keq të tyre që kishin mundësi për të blerë një ilaç, një gjë. Jo. Absolutisht. Sot e kësaj dite, pasi kaluan kaq kohë, pas ceremonisë varrimit dhe jo vetëm, flet kushuriri, flet vajza e zonjës të thot, na ka mashtruar. Na ka dhënë numra sigurisht zonja Albana Koqiu, pra ish ministra e Shëndetësisë, shkruani direkt. Dhe e vis Sala kjo aktuale. E visi një email të e visit, shkruani e visit. Pra këta flisin me mesazhe sikur po flisin me ministra. Ja ka dhënë kjo Odeta Hoxha. Madje këto i kanë thënë që shiko duhet çojmë ke stopi, vetë ministrat do të shikonin në SMS të tyre, se kjo pra, Odeta se. Kjo ishte pas këtyre emrave të ministrave. Thoshe që shiko, nuk na trëmni ne as me stopin, as me diçka tjetër. Po prisni se kjo punë etj. Dhe në fund fare, sigurisht, kjo histori ka një fund të trisht, të idhët, që ri atje pastaj si jo. Kjo që nuk trëmbe nga stopi. Ju thaj çik po shtyma në gojë kur doli stopi, po. Por që makabër, e turpshme, e rënd, antinjerëzore, të shfrytëzosh dikë për para në momentin më të vështirë të historisë të tij të familjes, që ka vajza konkretisht, që ka mamane smur, me kancer, ka nevojë për urgjent për mjekim. Si ju zë gjumi nuk di të. Ti më kalon një lek, më A keni njerëzillik, a keni nuk di të, si ju zë gjumi. 35.000 euro në këtë vend e blen njerëzillikun, blen moralin, blen këdiun gjitha gjërat të blen. Hapi i parë. Rasti për të cilin ne do të flasim sot ka të bëjë me një mashtrim me pasoja të rënda. Është përdorur në mënyrën më të shnjërzore të mundshme rasti i një zonje e cila fatkeqësisht ka ndruar jetë si pasojë e një tumori. Pikë së pari do të njihemi me atë se çfarë do të na thotë Gentiani. Para 2 vjetësh kishim një problem. Venusën e vëllait ishte sëmur me tumor në zorën e trashës. Me gjithë përpjekjet u munduam që ta dërgojmë jashtë shtetit. Duke konsultuar me miq, me shokë, na sugjeruan që të takojmë një vajzë, Odeta Hoxha. Duke folur me këtë, na sugjeroi që të ndihmoj në zyrat e Ministrisë së Shëndetësisë, se të marrim një vlerë. Odeta ju doli, si të thuash, garantuese që do të mundësonte lidhjen me Ministrinë e Shëndetësisë për çfarë? Për na ndihmuar me shumë nga 15 milion lekë të vjetra.
për operacion që ne na kërkoshte, domethënë të kryeni për nusën e vllajt. U munduam të dërgojmë disa para. Parat ja dërgojmë zonjës Odeta të kësaj. Ura ndërmjetëse me ministrinë. Çfarë i doshin parat kësaj zonje? Po këto domethënë justifikimi ishte që do bëhet komisioni, do paguhet noteret, do të shtohet 5 milion të tjera do të paguash i komision plus domethënë noteret këto që janë me radhë që të shtohet vlera domethënë. Ne paguajmë vlera arritur, kemi arritur domethënë sot se ide që ata na kanë premtuar që do marrim diku të 105.000 euro. Pra u rrit shumë, nga 15.000 milion. Letra, fatura arritur, vazhdimisht kjo procedurë 2 vite rresht. Genti Janusho, një tuf me letra që janë transferime që ju keni bërë dhe familjarët tuaj, siç është dhe mbesa juaj. Keni bërë një sër transfertash në institucionet financiare që i kanë shkuar Odetës, por aty ka dhe një emër tjetër, një zonjë që quhet Emanuela Bushkolaj. Po, edhe çfarë vlerë kapin për afërsisht? Duke variuar nga 400 euro, 500, 1000, 1500, 1800 deri në 2000 euro. Janë shifrat domthonë. Dhe sa ka shkuar shuma totale? Shuma totale ka shkuar mbi 35.000 euro. Sot e kësaj dite. Keni marrë juve ndonjë shumë mbrapsht? Nuk kemi marrë asnjë lek deri më tash. Pra, 35.000 euro më Lumiku. Po dhe ju familjarë të Lumiku, në këtë situatë që ishin, 35.000 euro. Kanë qenë pa shpresë, i kanë marrë borxhe, më kanë qenë pa shpresë, Po kishit tentu vetë më ta çonit në Turqia, në Itali. Po 35.000 euro nuk janë pak. Ndoshta operacioni ka dash më tepër, kuptoj, po. Jam i bindur që sonte, kur ta shohin, do na shkruajnë shumë vetë të tjerë. Për këtë? Pa absolutisht po. A thu pa? Absolutisht po. Ja mbajeni mend, do t'i nxjerrim ditën vim. Falë sa herë ju ka dhënë numrin e ministrave kjo lart e poshtë. Flet vajza e të ndjerës, zonjës që ndroi jetë për shkak të sëmundjes së saj. Thotë është absurde gjithçka, thotë, po jo se fol me ministren, thotë Odeta Hoxha, se kur them Odeta, ndoshta i shkon ke Odeta Gjevori, gazetarja jonë ekselente, po qelloi emri, ja pas ka një Odet, si kjo Hoxha. Thotë Odeta Hoxha që unë kaq kisha, thotë, tash i merren me ministrin, i din ata, thotë, unë nuk kam punë. Pas ka një Odet që qeka miel me zezë. Jo gjitha Odetat janë miel më të bardha. Blackson, vazhdimi. Komunikimet me zonjën Odeta Hoxha kanë qenë të shumta. Kur ka kuptuar familjarët se mund të kemi të bëjmë pikërisht me një mashtrim, këtë do të na e thotë tani Eriola e bie zonjës së ndjer, zonjës Qerime. Kemi ardhur këtu drejtuar juve programit Stop që kemi të bëjmë një mashtrim. Ju tash më mendoni që jeni mashtruar Po, apo jo? jemi Të bindur. Po, jemi mashtruar si se dha dhe Xhaxha im deklaratën pak më përpara. Ne kemi arritur në një mashtrim shumë të madh. Odeta ka përdorur dhe ka folur në emër të ish ministres Albana Koçiu dhe ministres së re së shëndetësisë Evis Sala. Ju keni menduar fillimisht që po flisnit me ministret? Po, na kanë çuar numrat, na kanë thënë kjo është zonjush Albana, kjo është zonja Evis, madje kemi kontaktuar me zëvendës ministre në tentativë zonjush Eugena. Por edhe na janë drejtuar që ne jemi këta, do të ndihmojmë, mos të lutem, mos bëni me mediat, mos bëni sepse ne kemi çunjë shumë të madhe parash. Pra ju i keni thënë ose i keni presionuar po themi, në thonjë që ose na ktheni parat ose do t'ju nxjerrim në media. Po, madje kemi marrë kërcënime, presione që nuk e kanë frikë as Stopi, nuk kemi frikë fare media, po juve prap do dëmtoheni, prap nuk do mirëni asgjë, por të lutem e bëni për neve edhe një herë. Sikur të fjalishin nga ministret. Po, nga zonja Albana, nga zonjush Eugena, madje na ka thënë që ju s'keni çfarë na bëni fare, as na kërcënoni, as presionet, madje kemi marrë ne presione nga këto, na kanë thënë që nëse juve nuk dërgoni kaq para, nuk do t'i mirreni, do t'igjeni, kaq lek do drejtori, kaq lek do noteri. Megjithatë, ju keni kontaktuar drejt për së drejti, qoftë me mesazhe, por edhe fizikisht me zonjën Odeta Hoxha, ku i keni thënë që duhet të ktheni parat mbrapsht. Apo jo? Po, i kemi thënë, kemi kontaktuar, na ka thënë që unë maj kaq vetëm përgjithësi, tash e ka zonjush Albana, e kanë të gjithë të tjetë pjesëtarë, nuk është se janë vetëm unë, mos më bëni presione mua, unë kaq sa për t'u ndihmuar, madje na i lënë gjithë fëmon fajin edhe. Veç faktin që kanë arritur të krijojnë një grup të strukturuar kriminal me njerëz të cilët kanë qenë përfshirë gjithë bashkë në këtë gjë. Këtë skem, pa. Njerëz të tjerë të cilët kanë folë sigurisht ministra që kanë çuar mesazhe. Fol vetë kjo omër burr.
I ka saju Grupi strukturuar. një email, ky është momenti në fakt. I ka dhënë numër telefonit të zonjës Albana Koqiu, kërkëndjes ministrës aktuale Që nuk është numri asaj, po dikush është përgjigjur në atë numër. Mund ta ketë pas vetë telefonin kjo, po dikush tjetër për te. Sikur i përgjigjesh e ministrja. I ka dhënë një email të Evi Sales, ministrës aktuale të shëndetësisë, që familjarët i shkruajnë asaj dhe qa u bë, se kështu. Po thënë një vepër penale të mërshme, po një mashtrim, nuk e di, në një situatë të di se... Nuk e di më, ky vend provoka mregullira në këtë, Kot ka bota këto 7 mregullit, që që minon në 7 mregulli prodhojmë një javë. Këtu ke ne, një javë prodhojmë 7 mregulli. Se menduam që iku fenomeni tjere. Jo, sa të tjera pas kësaj. Ndigjeni. Të ndalemi më në detaje në skemën e madhe të mashtrimit. Kryesisht dyshohet se Odeta Hoxha quhet shtetase që kryen këtë skemë. Odeta Hoxha ka përdorur emrin e ish-ministres së shëndetësisë Albana Koqiut dhe emrin e ministres aktuale të shëndetësisë. Në komunikime që ka kryer kjo shtetase me familjar të sëndjerës Qerime Bogdani, të nisura që në vitin 2023 ajo ka premtuar se Ministria e Shëndetësisë do të mundësonte një fond mbi 100 milion lekësh për trajtimin shëndetësor të saj jashtë vendit. Por për të tërhequr këtë shumë, ajo në këtë shtrihje kohore nëpërmjet mashtrimit ka përfituar mbi 35.000 euro nga familjarët e sëndjerës. Ata kanë kujtuar gjithmonë se komunikimet i kryenin me ministret. Parat kanë kaluar në emrin e Odeta Hoxhës, Emanuela Bushkolajt, Jonilda Gorajt, të cilat dyshohet se janë pjesë pashtuese skeme mashtrimi. Ja për shembull, ish-ministri Albana Koqiu, që në të vërtetë është Odeta Hoxha, i shkruan qytetarit: me kërcënime jo, me stopin jo, me policin jo, kanë folur hapur me ty dhe nuk kam asnjë frikë. Kurse ministria e re e pretenduar i ka shkruar Gentianit: nuk e di pse këmbgul, nuk të pres njëri dhe pa leje nuk futesh. Qytetarët dhe emisionin Stop zotërojnë me qindra mesazhe ku Odeta Hoxha ka keq përdorur emrat e titullarëve të Ministrisë së Shëndetësisë. Madje, ajo ka falsifikuar me 10 dokumenta për të cilat garantonte se kishin të bënin me procedurat e përfitimit të shumës për kurimin e të ndjerës, me të cilën, fatkeqësisht kjo shtetase, përfitoi mbi 35.000 euro. Ja, pra si që thamë, dali dhe 2 emra të tjerë të cilët flitet që mund të jenë pjesë e kësaj strukture. E këtij mekanizmi shkrepës goditës. Në fakt, për qëndë sigurisht, paraspeshuar në gjithë të lajmë që e japim, në gjithë të thagëm, vajza e të ndjerës foli në telefon me Odeta Hoxhën. Pa e ditur që jemi ne në mes, emisioni Stop, pra? Po që të them mund të shithë, ti të drejtë ke, po do të flasësh vetë me ministrin aktuale, tha, ajo... Se numri që të kam dhënë shkruaj, po, pa numri foli atyre, kupton të gjithë. Që të them mund, tha, unë kaq kisha për detyrë, të të merrsha 35.000 euro dhe s'ko më punë të shi. Për që të bëj unë të shi, po? I lau duart kjo. 35.000 euro. I lau duart kjo. Pra të shi, unë mora 35.000 euro që i shpërndava, si shtot ajo, dhe të shi do marrë 100 milion lekë që i bje 90.000 euro, këtë 93.000 euro. Digjeni pak. Teksa ishëm duke kryer këtë intervistë e shqetësuar, telefonoi zonja Odeta Hoxha. Ja se çfarë tha ajo. E ke afër Gentin aty? Jo, nuk e kam, së është larg, po më thuaj për çfarë. Si më... Po, më Eriola e folëm tje. Po, tashi zonjush, unë nuk besoj mund të jetë zonjush Albana. Nuk besoj mund të jetë Albana ose ajo e visi. Me këto email-e ma po më duket, unë po i kap gjitha mesazhet me radhë, më duket e gjitha mashtrim. Si mund t'ja bëju? Eriola, shikoj edhe një herë, fol edhe një herë me atë, shkruaj. Po çfarë mund t'i thej unë? Ajo thot që ju ndatë 5, juve s'ke çfarë na bëni, juve... Po më nëse mund flasësh ti. Okej, mund t'i shkruaj, mund t'i flas prap, patjetër. I shkruaj e marrë telefon. Po ke gjë në dopshe mund lesë, ma nuk e besoj që të jetë emaili zonjush e visit. Ajo i ke numër kontakti? Jo, numër kontakti nuk i kam. Po, unë besoj të jetë zonjush e visa ajo, sepse shoh që email se mund t'a bëjnë në dikush tjetër, e kupton prandaj. Jam në një dilemë shumë të madhe, nëse më duhen lekët, ku të mund t'i gjej unë tash? Prit Eriola, se do flas edhe një herë dhe do të them. Mirë? Okej, në rregull.
Po më merr telefon për pjesën se nga që kemi thënë që do marrim masa ligjore te stopit dhe e ka zënë paniku. Edhe siç e patë edhe vetë, thotë mund të kontaktoj, mund të bëj, po ja mund të shohim se çfarë mund na japin dhe Odeta tash me gjëra, nëse është e vërtet. Zonju Shevis në email apo fshihet dikush që neve duhet na mashtrojnë akoma më shumë. Unë kuptova, e dashur, që zonja Odeta Hoxha po thoshte që shiko se ka në dorë ato dhe unë nuk kam gjë. Pra, unë mendoj dhe jam i bindur 100% që ju këto para nuk do t'i merrni, sepse ajo përgjithësinë ja kalon tjetër kujt. Deri tash na ka thënë që me neve nuk mund të keni asgjë, unë ka bërë detyrën time, juve na ka dhënë kontaktin, mund të flisni me zonjën Shalbanën, me Eugenën, me zonjën Shevisin, po ne çfarë të doni, merreni me ato flisni siç e pa dhe vetë që mund të flisni, kontaktoni, prisni deri datën 5, por neve kemi pritur shumë edhe nuk mundemi më për të pritur deri tani. Pra, vazhdon me gjithse e ndjera që ndroj jetë për shkak të smundës së saj, tashmë nuk ka nevojë më para, e thotë që vazhdo fol me ministrin ti, ë? Vazhdo në historia që a thu se është shtruar diku në spital dhe prej që ta transferojnë drejt Italisë. Po njerëz gëlojnë të vend sepse është vështirësuar shumë. O njerëz, krijoni më struktura të çojnë ato njerëz që e meritojnë të shkojnë atje të kurohen më. Pse duhet jetë kaq e vështirë më? Pse duhet jetë kaq? Po jo më kanë lek këto më burse këto po 400 miliard lek të vjedhura deri tani. Po. Lek që të shkojnë te këto njerëz më. Prandaj gëlojnë këta, gëlojnë këto, molat. Se ka një fond Kanë mola. Shumë Malizi e ka kështu. Malizi, ke parasysh kush është Malizi? Spitali i jep emrin, Po. është smundje terminale dhe duhet shkojë të kurohet sepse ne se ndjekim dot, kaq e thjeshtë. Është në pamundësi. Që mos Kështu e ka ketë pas të bërë dhe tilla. Gaddafi. Ju se ndjini kush është Gaddafi, E dhe vranë s'po e ato, sqaroj. se kapën këto. Se E vranë goca vranë, para ata. se të Kështu ka pas bërë, po kur nuk çrote Po. Libia, çote jashtë shtetit, me lek të shtetit. Nëse edhe ne do e bëjmë ndoshta shumë shpejt. Pra shteti mban një fond, Ministria e Shëndetësisë, për këto raste që nuk kurohen dot në Shqipëri, që nuk ndërhyet dot në zemër, në stomak apo në veshka. Bën një listë me persona dhe i çon. Po këtu ju a tham, duhet kesh mik treqaregun e parlamentit shqiptar, apo një ministër, apo një shef komisariati, a një drejtor policie, emrat që përmend nuk janë domosdoshmërisht pjesë e këtij mekanizmi, po flas në tarafe, duhet kesh një mik të largjët të shkojë një afër mijotja shtetit. Patjetër që po. Atëherë, dhe në fund fare, vajtëm tek Odeta Hoxha e takuam. Sigurisht që nuk kishe që thoshe, vetëm po, jo, dhe ja jap, dhe po, pse, kështu, pra, ra ministret, ra në Mos më xhironi, po pse më po, Odeta? pa tjetër, ama një Se gjë a e mendove kur i hyre kësaj nuk gjëre? ra në gjithë histori. 35.000 euro të marra, me garancin që kjo do të çonte të arfimin tashmë të ndjerë të këtyreja shtetit, edhe këto para do të thotë që i ka dhënë ministres, apo drejtorit, apo shefit, apo kujdiun çfarë tjetër. Sa për sqarim, Odeta Hoxha ka një punë larg çfarë do institucioni shtetëror, punon në një sektor privat që nuk ja fut njërin pull në shtet, po që e përdori gjithë të mekanizëm për të marrë 35.000 euro. Ndigjeni pak. Ne kemi arritur të takohemi me zonjën Odeta Hoxha dhe a jeni kurioz se çfarë tha ajo gjatë përballjes me emisionin Stop? E ndjekim. Odeta, ju keni mashtruar. Ju keni mashtruar dhe keni bërë një mashtrim të rëndë Odeta Hoxha. Jo, të lutem, mos e kap fare mikrofonin. Ti ke mashtruar, je hequr sigurie ministri i Shëndetësisë. Mos ma bëj mua ç'është. Zonja Odeta Hoxha, përse keni kryer këtë mashtrim? E dini që keni bërë një vepër penale? E di që kam bërë. E dini që keni bërë një vepër Të lutem, penale? mos Tani më do ja xhiro. ktheni lekët zotrinë kur? Do ja kthej. Më thoni kur? Do ja kthej shumë shpejt. Zotrinë kemi aty, Po. ju jeni aq shpirtëzez, dhe më vjen shumë keq që po ua them. Do të xhiroj sepse ti ke mashtruar. Ti do mbash përgjegjësi penale. Do Ja mbaj. ku janë zotrinjt aty, kur do ja kthesh parat? Unë do ta takoj zotërin. Takoje tani dhe çfarë do bësh lidhur me kthimin e parave, dashur. Sepse për ndryshe ne do të çojmë te krimi ekonomik, më vjen shumë keq dhe ti të përballesh me ligjin. Zotrin, ja ku e ke? Bisedo pak me të lutem. Gjen ti. Të lutem, mos më nxjerr. Të lutem. Jo, ai ka gjithë të drejtën e botës sepse ti je tallur me shëndetin e një gruaje që nuk është më në jetë. Nuk kam Ka sot të 2 vjet Unë do flas me Gentianin personalisht.
Zonja Odeta, përse keni mashtruar dhe ju e jenë... Gentianin personalisht vetë. Përse keni bërë këtë gjë? Nuk keni pak përgjegjësi penale? Do flas me Gentianin. Kur Ka do e kesh shumë përgjegjësi. Do flas me Gentianin, të lutem. Përse e ke bërë? Mund na Do flas me Gentianin, të lutem. Odeta, jeni goxha e rritur dhe mbani përgjegjësi penale për këtë gjë. E di. Do t'ja kthej unë parat, do flas unë me Gentianin. Sa para i keni marrë zotris? Do flas unë me zotërin. Sa para keni marrë? Të lutem. Jepi një fat, fol tani, më duhet tani. Se Një kemi të bëjmë me muaj. mashtrim. Jo, një muaj jo. Sa? Do t'ja kthesh më një herë parat ose për ndryshe që në këto momente ne Nuk marrim ka. krimin ekonomik. Të lutem, të flas Marrim me... krimin ekonomik. Do flas personalisht me zotin Gentian. Fol tani, çfarë do i Do thuash? flas, Genti, të lutem, a mund të flas? Kemi një lidhje, të lutem. Po për shkak se keni pasur një lidhje, ndaj përfitove ti, ndaj përfitove, apo jo? Ne kemi një lidhje dhe dua të flas me ty. Dua të flas personalisht me ty, të lutem, mundem. Do ja kthesh natën 5? Do ja kthej. Sa të detyrohet Gentian? Mbi 35.000 euro. Është shumë e madhe zonja Odeta. Do të t'i kthej. Unë do t'i shikoj të gjitha letrat me radhë sot. Zonja Odeta, nëse nuk i ktheni Do t'ja deri natën kthej 5, çfarë ndodh? Do t'ja kthej parat. Çfarë ndodh nëse nuk Do e t'ja kthej me patjetër. Do ta lëm kështu? Nuk do bësh asnjë veprim tjetër, sepse unë do ta çoj emrin tani në policinë nëse ti. Thjesht do flas me familjen time. Kështu që ne kur do takohemi bashkë? Ose me Gentianin? Me Gentianin do takohet babai im. Në datën 5. Odeta, nga sot, ose nga tani, për 1-2 orë, bëj legët dhe çoja familjarve. Do të lehtësoj shumë pozitat e tua, sepse kam përshtypjen që pasi të marrë emisionit do na vi një shkresë që të na kërkojmë pamjet filmike dhe se mos nga prokuroria. Patjetër që po. Ke përdorur emra ministresh, institucionesh edhe jo vetëm. A? Unë them që të lehtësosh veten, tregove si është puna, po tregoj. Tregoj, hapë Emra të zorën tëra e parë. Po. Se nuk besoj në fakt që në gjithë mekanizëm ti je e vetme. Ja. Ka ca lidhje aty, patjetër. Duhet ketë, nuk besoj absolutisht që t'jenë ministret e nderuara të përfshira, po qik më poshtë them se po. Trego, Odeta, do kesh lehtësira. Kthehemi pas pak. 067 220 88 88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.